Bie ndjeshëm fluksi udhëtarëve në portin detar të Vlorës. Në një ditë të zakonshme drejt shtetit fqinj udhëtojnë shumë pak qytetarë, por po kaq edhe në ardhje. Vetëm 15 apo 20 qytetarë kanë ardhur nga Italia, një shifër kjo mjaft e ulët sipas autoriteteve portuale. Vjet re një rritje numrit të kamionëve dhe kjo konfirmon edhe faktin se është shtuar numri bizneseve që operojnë nga porti i Vlorës. Bie ndjeshëm fluksi në portin detar të Vlorës. Në një ditë të zakonshme të javës, autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin se mbrin nga Italia vetëm 15 apo 20 persona. Por vjet re një fluks i lartë i kamionëve, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në Itali dhe vinë apo shkojnë drejt kufirit ton dhe zgjedhin pikën e kalimit të kufirit në portin detar të Vlorës. Sa i përket kamionëve, në ditë janë rreth 50 kamion me të 2 tragetet që operojnë dhe pikërisht ky është edhe fitimi, mund të themi, i kompanive të trageteve, për shkak se do të mund ndoshta që të kishim një pezullim të lundrimit drejt Italisë pasi fluksi nuk është i lartë i qytetarëve. Vetëm fundjava është ajo e cila shënon fluks, në mund të themi fluks për periudhën që jemi, pasi 100 veta nuk mund cilësohet fluks, ka qenë dita më e keqe në portin detar të Vlorës. Megjithatë, në situatën kur në një ditë zakonshme jave vinë 15 deri në 20 qytetar nga Italia, në ditët e fundjavës vinë 100 qytetar dhe po kaq edhe në ikje. Nuk ka ndryshime sa i përket rregullave të Covid-19, janë po ato në fuqi. Personat cilët shkojnë në Itali dhe qëndrojnë ndoshta 3 ditë nuk i nënshtrohen karantinës, ndërsa personat cilët shkojnë në Itali dhe qëndrojnë më shumë se një javë duhet bëjnë një karantinë të detyruar. Autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se fluksi më i lartë është në fundjavë, ku janë rreth 100 shtetas që hyjnë apo që dalin nga Vlora drejt Italisë apo Anasjelltas. Por autoritetet portuale cilësojnë shumë të ulët këtë shifër, për shkak se shifra 100 ka qenë shifra më e ulët dhe në ditët më të këqija në portin detar të Vlorës. Ndërkaq në një ditë të zakonshme në portin e Vlorës vinë 15 apo 20 qytetar nga Italia dhe po kaq edhe largohen, ndërsa tashmë vjet re se ka një rritje të numrit të kamionëve që operojnë nga porti i Vlorës, ku në një ditë shkojnë drejt Italisë apo vinë drejt Vlorës rreth 50 kamion me të 2 tragetet.